Tungun jam Fisnik Ismaili, kjo është intervista ime 60 sekondëshe për prive. Për kë e kishe tradhtu Qelsin? Për kërkon. Kush vendos për ty? Krytan të fort, zakonisht. Sa protesta keni qenë pjesëmarrës? Kom ma pak gishta se që muj me numru. Çka po i mungon protestave tona? Pi mungon njerëzit, pi mungon shpirti, pi mungon do vullnet, pi mungon do mlef. Facebooku qajf apo punë? Dyjat ka pak, ko mujt me nxerë të dyjat për ti. Kë nuk mundesh me pa me sy? Krejt hajnat, dallaveregjit, vrasit, posaçërisht që ata që janë në kuvend. Çka është karrota? Karrota është për mu jeta jam, Çka të kujton newborn? njënën prej ditëve më të lumtuna të jetës time. A ke mendu me mshel Facebookun? Asnjëherë. Pa çka nuk kishe mujt me paramendu parlamentin? Pa vetë vendosjen gjithsesi. A e ke rahatu naj daj? Asnjëherë dajt më kanë rahatu mu, A shkon punë me duar në xhepa? kur oftohet shkoj. A e kishe refuzu Kim Kardashian? Po. Tick tock, tick tock, tick tock.